Jemi rikthyer tashmë në studio, jemi në minutazhin tonë të intervistës, zoti Petro Koçi, kreu i PSV 91 dhe aleat padyshim i Partisë Socialiste është me mua në studio. Zoti Koçi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Një koalicion i cili nga zërat kundër zotit Rama, deri pak kohë më parë ishte i shumë pritur, një koalicion i cili nga figurat të vjetra dhe të hershme të smajtës shqiptare, por edhe figurat të rëndësishme është konsideruar domosdoshmëri, por duket se është një koalicion as pak i mirë pritur nga pjesa tjetër e aleatëve të zotit Rama. Përse? Ju e keni fjalën për koalicionin LSI, PS, me LSI. bashkë me jo. Shiko, një ditë do të vinte që PS LSI do të ishin sërish bashk, pra, sepse logjika politike, përkatësia në spektrin politik do të çonte patjetër në një ribashkim të tillë, por gjithsesi mendoj se do të duhej ndofta një rrugë pak më ndryshe, më e justifikuar, një proces pak më i pjekur dhe më transparent me publikun, në Fitoria mënyrë nuk është justifikim? të ishte, si thua, më i përtypshëm edhe moralisht nga publiku në përgjithësi, sepse këtu ka një publik në përgjithësi, pastaj ka dhe elektorat të veçantë. Dhe mendoj se pikërisht mungesa e kësaj procedure, si thua, të justifikuar, ka sjellë dhe atë që e ka bërë dhe ambasadorin e BE-s, thotë që janë zhvillime vibruse. Fitoria nuk është argumenti më i mirë, zoti Koçi? Fitoria është një argument, por kuptohet që këtu nuk mund të katandisemi në variantin që gjithmonë qëllimi justifikon çdo mjet. Kështu që mendoj se matematika në rastin konkret duhet shoqëruar dhe me moral politik, dhe në këtë kuptim mendoj se ka nevojë për një shpjegueshmëri më të gjerë me publikun edhe në mënyrë të veçantë me elektoratin, sepse ne në studio mund të flasim si të duam, dhe mund të justifikojmë gjithçka. E vërteta është që në publik e qartë. Zoti Koçi, ta ndërpresim bisedën për pak çaste për të lidhur me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Luan Rama ka fjalën në mbledhjen e kryesisë kësaj partie. Për të bërë një vlerësim politik të gjitha zhvillimeve politike në vend, në përputhje me vlerësimin dhe gjykimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, nga një anë, nga ana tjetër të bëjmë edhe një vlerësim të situatës reale të strukturave tona në të gjitha qarqet e vendit, në vazhdën e angazhimit dhe të veprimit ton politik për të përgatitur të gjitha strukturat për të përballuar me sukses sfidën elektorale të afërt. Në këtë mbledhje të kryesisë, përveç anëtarëve të zgjedhur, marrin pjesë edhe sekretarët politik të qarqeve, me të cilët do të bëjmë pastaj një vlerësim të detajuar të punës që bëhet në qarqet respektive. Për mbledhjen e sotme, fillimisht do të flas kryetari i partisë për të bërë një vlerësim të përgjithshëm politik të situatës, dhe në vijim pastaj gjithë shokët e tjerë do të sjellin sipas përgjegjësive dhe detyrave të ngarkuara informacionin dhe vlerësimin e tyre për angazhimin konkret që kanë. E kuptojmë të gjithë rëndësinë dhe faktin e vëmendjes së opinionit te kjo mbledhje, edhe pas zhvillimeve të fundit politike, në të njëjtin funksion i bëjtë të ditur opinionit dhe gazetarëve gjithashtu që në orën 18 do të kemi një konferencë të posaçme për shtyp pikërisht për atë çfarë do të diskutojmë dhe do të vendosim në këtë mbledhje. Duke i falenderuar për praninë e tyre shumë korrekte dhe të vëmendshme, i ftojnë të na mirëkuptojnë që të na lejojnë të vazhdojmë mbledhjen për çështjet që do të diskutojmë me strukturën dhe me të ftuarit në mbledhjen e kryesisë. Për gazetarët, thash, do të ketë një komunikim të posaçëm në ora 18 në sallën e konferencave për shtyp. Faleminderit.
Kthyer tashmë në studio ishte Luan Rama, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili shpalosi dhe agjendën e diskutimeve për mbledhjen e kryesisë së LSI-s dhe vendimet që pritet të merren. Sekretarët e qarqeve, sikurse tha zoti Rama, janë pjesë e kësaj mbledhje për diskutuar rreth përgatitjes për zgjedhjet e 23 qershorit, por padyshim pritet edhe vendimi i zyrtarizuar i Lëvizjes Socialiste për Integrim për koalicionin parazgjedhor. Në orën 18 drejt për së drejti do të përcjellim edhe konferencën për shtyp për të përcjellë së bashku me të edhe vendimet përfundimtare dhe zyrtare të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sa ka që kthehemi bisedës me kreun e PSV 91, zotin Petro Koçi. Zoti Koçi, ndërprem bisedën padyshim për shkak të këtyre zhvillimeve që edhe vetë zoti Rama e pranoi që janë në qendër të vëmendjes në këtë ditë, sepse është një lëvizje jo e vogël, një lëvizje që e tronditi aleancën me zotin Rama, me zotin Edi Rama. Nuk besoj se ka tronditur aleancën me zotin Rama. Nuk ka ndonjë deklaratë ndonjë prej aleatëve për të... Zoti Gjinushi është shprehur kundër, zoti Zogaj është larguar tashmë? Zoti Gjinushi është shprehur kundër, por nuk ka deklaruar daljen nga koalicioni. Bila është shpreh atij që ne jemi brenda shtëpisë dhe nuk ka pse të dalim, tregon se nuk ka ndonjë pikpyetje lidhur me përkatësinë e koalicionit. Natyrisht që një lëvizje e tillë ka shumë pikpyetje, kështu që është normale që aleatët t'i shtrojnë këto edhe publikisht, të diskutojnë me publikun edhe nëpërmjet studiove televizive, sepse në fundit janë të gjitha këto pyetje që gjenerojnë edhe shpjegueshmërinë publike dhe morale të këtij akti që besoj pavarësisht mbledhjes që po bën LSI-ja, si ftesë duhet jetë bërë duke ditur pak a shumë përgjigjen, apo jo. Nuk më hamendja që është një ftesë e cila ka pikpyetje mbrapa, se përndryshe do të ishte një lloj, po them, gafe e rëndë. Kështu që një ftesë që në gjykimin tuaj ka zënë afillën që në historinë e darkës me ngjala në Gjirin e Lalzit, zoti Koçi? Nuk e di, ndofta. Kjo është një gjë që nuk dihet, në kuptimin që negociatat për të arritur te ky konkluzion duhet të jenë zhvilluar në një kohë të caktuar. Sa komunikim ka pasur me zotit Rama dhe ju, aleatëve të tij për një çështje të tillë, zoti Koçi? Keni qenë krejtësisht jashtë kësaj dienie? Nuk ka patur komunikim. Në tryezën tonë është rënë dakord që për të shtuar numrin e antarëve të koalicionit, ishte Partia Socialiste që e gjeneronte si iniciativë edhe si vendimmarrje. Pra, nuk mendoj se ka problem në këtë, në atë që quhet procedurë e vendimmarrjes, por problemi është që, si thua, ardhja e LSI-s në këtë moment krijon një lloj, po them, precedenti sipas cilit që parti politike ose individ politik mund të shfrytëzojnë një pushtet caktuar 4 vjet dhe pastaj mund të kapërcejnë për të kaluar 2 ditë në opozitë dhe për të bërë pjesë e një qeverisje të ardhshme. Pra, nuk është, në fakt, si koalicion parazgjedhor, nuk do të ishte një precedent pozitiv, po të kemi parasysh se një akuzë e tillë mund të ishte më e favorshme të bëjë për një koalicion post-zgjedhor. Aty do të ishte interesi i prerë i pushtetit. Kurse një koalicion parazgjedhor janë të dyja anët e medaljes, opozita dhe majoranca. 4 vjeçari u konsumua në ndarjen e përbashkët të pushtetit. Po mund të rrezikohet të opozita së Pra kjo kërkon një lloj përgjigje, sepse zgjidhja më e mirë do të ishte ndofta që LSI të ishte më vete dhe të provojë në elektorat se sa peshë reale kishte. Diferencohet pesha e LSI-s duke qenë pjesë e PS-s? Duke kaluar tek pjesa e koalicionit? Pjesa e koalicionit, në një farë mënyrë, si thua, lahen mëkatet e 4 viteve dhe përfitohet nga të qenit në brenda koalicionit. Çfarë përfiton LSI nga të qenit brenda koalicionit? Po përfiton mandate. Moralisht ajo është fituesja e këtij bashkëpunimi. Ajo që humbet në të paktën për momentin është PS, sepse në një farë mënyrë kompromentohet një pjesë e luftës së saj kundër qeverisë, kundër korrupsionit. Brenda është ngjarja 21 janarit, e cila ka një ngarkesë të posaçme emocionale, dhe nëse vim pastaj tek logjika e mandateve, kuptohet që LSI mund të përfitojë më shumë
mandate se sa meri gjithë koalicioni nga ky lloj bashkimi. Pra, natyrisht gjërat mbeten për tu provuar, por gjithsesi ky është një pothuajse një fakt, nuk është se kemi mundësi për ta anuluar. Çfarë lëviz nga skema juaj e shpërndarjes së pushtetit, të cilët e vendosët pak javë më parë në tryezën e zhvilluar? Nuk lëviz gjë, ajo formula e përcaktuar në tryezën e koalicionit është një formulë standarde që motivon alatë ndryshëm, qofshin dhe ata pa eksperiencë në proceset zgjedhore, që të gjenerojnë sa më shumë vota, sepse arritja një pragu të caktuar votash në nivel lokal dhe qendror i bën ata pjesëmarrës në qeverisje. Çfarë impakti ka një lëvizje e tillë tek elektorati i majt, zoti Koçi? E shihni pozitiv apo mund të ketë rënditje? Në planin, si thosh, matematikor mund të duket si një avantazh. Në planin moral ka disa dizavantazhe. Sa që ndrojnë morali dhe matematika në këtë rast. Dhe besoj se do të duhet shumë punë për ta shpjeguar, jo vetëm nga PS, po dhe nga LSI, në mënyrë që, si thua, defektet morale të këtij momenti të plotësohen dhe të mund të gjenerohet pastaj maksimalizimi i votave në procesin zgjedhor. Edhe ne si aleat këtij koalicioni, kur këto ditë kemi ngritur këto pikpyetje, gjithmonë në ndihmë të arritjes këtij rezultati sa më maksimal. Sepse nëse ne do t'i mbajmë fjetur problemet, kuptohet që ato pastaj mund të gjenerojnë pakënaqësi tek elektorati dhe mund të sjellin edhe të paktën mos pjesëmarrje në zgjedhje. A duhet shfrytzuar ky moment nga e majta për të realizuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe për të tentuar zgjedhje të parakohshme, apo do të ishte e pavlerë në këtë moment? Për mua nuk është momenti i përshtatshëm. Nëse un kam një kritik ndaj këtij akti, do të ishte udhës që të ishte bërë të paktën para një viti. Para një viti mund të ikte LSI nga qeveria, mund tentoj dhe mosbesimi ndaj qeverisë, kurse tani është dhe thuajse pa kuptim, pastaj varet edhe nga numrat në parlament. Pra është pak si e vështirë. Ndërkohë, ndryshimet kushtetuese e kanë bllokuar në një farë mënyrë manovrueshmërinë opozitare në parlament. Sepse qeveritë me këtë lloj kushtetute janë gjithnjë më të pakontrollueshme. Të qartë. Mirë, zoti Koçi, reagimi i zotit Berisha për largimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim ka qenë shumë i qetë. Reagimi i zotit Rama nga ana tjetër ka qenë justifikues, por jo me shumë argumentat. Izolojmë Berish në thot Rama dhe vetëm me LSI mund të sigurojmë fitoren, duke lënë më njanë pjesën e moralit politik, sepse në fakt në kushtet aktuale të politikës është duket pak ideale të flasësh për moral politik në aspektin pragmatist. Edhe Berisha nuk flet dot për moral, sepse në fundit më e pamoralshme ishte qeverisja LSI PD se sa një qeverisje LSI PS. Por mendoj se këto janë prononcime të djeshme. Domethënë bëhet fjalë për një raund prononcimi dhe gjykimi për aktin e ftesës dhe besoj edhe të pranimit që do të bëhet sot. Dhe ne duhet presim në vijim, sepse kam përshtypjen që për këtë çështje do të flasin më tej, besoj edhe vetë zoti Rama, por edhe zoti Berisha, pra si dy palë me interesat kundërta në raport me këtë zhvillim. Si do të ma përktheni ty ose si do të ma komentonit interesin e ambasadorit të Bashkimit Evropian në vendin tonë, i cili është takuar sërish me zotin Rama ditën e sotme, por edhe thjesht komentin e tij drejtërues. Në një farë mënyrë, duke qenë një zhvillim i papritur, kuptohet që edhe faktori ndërkombëtar ka nevojë për informacion më direkt, besoj. Është vetëm çështja e informimi, gjykoni apo edhe çështja ndikimi? Ndikimi për çfarë? Për ta prishur? Jo, për ta prishur sigurisht që jo, por. Tani ka një të vërtet që kohët e fundit është vënë res që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe BE duket se kanë anuar nga rotacioni politik. Tani nuk di se sa ka ndikuar kjo në vendimarrjen përkatëse të dy palëve,
Por gjithsesi, unë mendoj se në thelb duhet konsideruar si një instrument që e garanton rotacionin politik dhe nuk e pengon. Kështu që në këtë kuptim mendoj se nuk ka ndonjë zhvillim i cili është në të kundërt të interesit ndërkombëtar për zhvillimet e brendshme në Shqipëri. A është ky bashkimi real i së Majtës në gjykimin tuaj, zoti Koçe? Bashkim real i së Majtës. Ky është një bashkim numerik i plot, sepse nuk ka parti tjetër të Majtë jashtë këtij koalicioni tashmë. Këtu janë të gjithë faktorët, kështu që në këtë kuptim mund të mendohet se është një bashkim i plot. Mirë, pyetja që bëhet për këtë ta quajmë martesë të re, sepse kemi quajtur shumë herë divorc kur u nda zoti Meta nga Partia Socialiste. Pyetja që bëhet për këtë martesë të re me zotit Rama dhe zotit Meta sjell gjithmonë në vëmendje atë kusht të 2007-s, kur së paku u tha se pretendimi i zotit Meta ishte që ai të ishte kryeministri i ardhshëm i vendit. Kemi dëgjuar më herët zotin Rama ta shpall veten si kryeministrin e Shqipërisë pas 23 qershorit. Mund të ekzistojë një kusht i tillë edhe aktualisht? Nuk e besoj. Nuk e besoj që do të ishte një kusht absurd për mendimin tim, edhe kam përshtypjen që dhe në zhvillimet e 2007-2008-s këto më shumë mund të kenë qenë justifikime nga të dyja palët për të arritur në ato vendime që janë marrë atëherë, që lidheshin me kodin, me kushtetutën dhe pastaj me përzgjedhjen përfundimtare të koalicioneve, përsa e përket 2009-s. Nuk besoj se kanë qenë arsyet e vërteta të ndarjes Rama-Meta. Zoti Rama ka thënë se vetëm me lëvizjen socialiste për integrim mund të arrihet fitoria dhe izolimi i zotit Berisha. Më herët ka deklaruar se Partia Socialiste fiton, madje edhe e vetme. Në fakt, zoti Koçi, ju gjykoni se vetëm me LSI arrihet fitoria e së Majtës? Unë mendoj që dhe pa LSI-n fitoria do të arrihej. Ndofta ky lloj bashkimi është më garantist. Dhe duke patur parasysh kodin zgjedhor, i cili ka një teknologji që nuk krijon diferenca të mëdha mandatesh mes palëve, kuptohet që mund të ishte një instrument, si thua, i nxitur si nevojë ekstreme. Kështu që këtu gjendet një lloj justifikimi për ta bërë këtë gjë, por unë mendoj që kohë ka patur dhe ka edhe në të ardhmen që t'ishte bërë, si më thënë, në një mënyrë më të pjekur. Mirë, me këtë koalicion të ri ose me këtë bashkim të ri edhe raportet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndryshojnë ndjeshëm. Apo jo, e në rast se Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut që ka gjithashtu përfaqësues në këtë komision do të rikthehej në të Majtën, sepse ende nuk ka një vendim të zotit Dule, atë raporti do të ishte ndjeshëm i ndryshuar. Mund të shihet një garanci më tepër për ruajtjen e votës, por pse jo, për të çeshuar edhe akuzat dhe kontestimet e mundshme për rezultatin? Besoj që kjo është një nga pasojat e kësaj marrëveshje, që raportet në komisionet, në gjithë administratën zgjedhore, se administrata zgjedhore është politike fatkeqësisht, e para njërë do të balancoheshin, sepse mund të ishin të disbalancuara. Kështu që duke pritur edhe vendimin e PBDN-s, kuptohet që kjo do të favorizonte, si thuash, zhvillimin e një procesi jo në dëm të opozitës. Përsa i përket vendimarrjes në këtë strukturë administrative të zgjedhjeve. Zhvletësohen aleatët e tjerë brenda së Majtës me hyrjen e LSI, sikurse u ndjen të zhvletësuar aleatët e vegjël të Partisë Demokratike me hyrjen e LSI-s në koalicionin e djathtë? Në një farë mënyrë po, sepse ky është një sistem i cili është monopolist dhe kuptohet që kur në një koalicion përveç partisë kryesore ka dhe një tjetër e cila ka një peshë të konsiderueshme politike dhe elektorale, kuptohet që faktorët e tjerë janë më të shpërfillshëm. Gjithsesi, unë mendoj që rezultati fitues i opozitës nuk arrihet dot vetëm nga PS-LSI. Pra, duhet vazhdoj të forcohet i gjithë koalicioni dhe të motivohet më tej interesi
të gjitha forcave politike për të qenë shumë aktive në këtë proces zgjedhor në favor të rotacionit politik. Ndërsa Partia Socialiste rrëmben në një farë mënyra lëvizjen socialiste për integrim, duket se po prodhojmë gjithmonë më shumë deputet të pavarur në Parlamentin e Shqipërisë. Kemi zotin Prifti, kemi zotin Islami, së fundmi edhe zotin Dogjani, po shndrohemi në këmbim partish me individ. Zoti Koçi, dhe sa mund të garantoj quorumin ose të ruaj mazhorancën në Parlament zoti Berisha me këto lëvizje? Këto janë pasojat e sistemit. Sistemi është një teknologji që krijon mundësinë e ruajtjes mazhorancave nëpërmjet aleancave të pista. Dhe shpesh ndryshimi i mazhorancave në zgjedhje nuk vjen dot nga vota popullore, por nga marrëveshjet politike. Prandaj është një sistem i cili për mua duhet zhdukur një orë më parë nga funksionimi. Kështu që këto janë zhvillime të pragut zgjedhor. Kemi prag zgjedhjesh, kështu që do kishte nga këto dalje deputetësh si të pavarur etj. Përjashto rastin e zotit Prifti, që është pak më i hershëm, është pasojë një zhvillimi të ndryshëm, të brendshëm tek LSI-ja. Por me akuzat haruara tashmë nga zoti Rama apo jo? Harimi i akuzave është bërë moral politik nga të gjithë. Mos harrojmë atë që ka thënë zoti Berisha për zotin Nano, kur janë takuar tek pallati i brigadave. Zoti Koçi, ishte kënaqësi që kishte në studio, ju falenderoj. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit.